Partia Demokratike ka mbyllur zgjedhjet për forume drejtuese, një proces që Sali Berisha e cilësoi si më të miri në historinë e partisë, duke deklaruar se Partia Demokratike ka tashmë ekipin më të mirë për të përballur me sfidat politike. Një nga garat më të ndjekura ishte ajo për postin e nënkryetarit, ku Luciano Boçi u mund nga Belin Këlliçi, por e pranoi rezultatin duke theksuar se më rëndësishme është që Partia Demokratike të dalë fituese në zgjedhjet e ardhshme. Ndërkohë, zoti Boçi ndodhet edhe përballë një tjetër sfide si bashkëkryetari i Komisionit të Posaçëm për Reformën Territoriale, ku mazhoranca dhe opozita mbeten larg konsensusit, ndërsa socialistët kanë bërë publik tashmë vizionin e tyre për ndarjen e re administrative të vendit. Luciano Boçi, deputetin e Partisë Demokratike, kam të ftuar në studio dhe bashkëkryetari i Komisionit Posaçëm për Reformën Administrative Territoriale. Mirëserë zoti Boçi, shumë kënaqësi të jeni në studio. Fillimisht do të flasim për zgjedhjet e brendshme në Partinë Demokratike, të cilat tashmë kanë përfunduar. Ju nuk keni më nënkryetari i Partisë Demokratike dhe pas përfundimit të procesit e keni quajtur rezultatin si pjesë të normalitetit të një gare. Por kanë kaluar disa ditë. Jo, shumë ditë, jo. Pak ditë është bërë dhe një lloj reflektimi. Nuk e di nëse keni bërë diçka të tilla apo jo, por a jeni ende me të njëjtin mendim? Pra se procesi ishte modeli që Partia Demokratike duhet të ndjek? Spari më lejo të bëj një korrigjim vogël nga ajo çka paraqitet ju tek reforma territoriale, më shumë hyrje. Jo maggioranca paraqiti vizionin. Do të thënë këtë fjalën duhet ta korrigjoj. Paraqiti planin e saj. Po, vizionin sipas saj. Për ndarjen, po jo vizion. Vizioni se kur thua vizion ke brenda, domethënë diçka të madhe, anën zhvillimore, dëshirën e qytetarëve, shërbimin ndaj qytetarëve. Kur ke plani është elektoral pastaj. Është plan ndarjesh interesash, prandaj duhet zëvendësuar sepse ai ishte plan i paracaktuar, i parahedhur jo për diskutim, por i parahedhur si ide dhe i realizuar në një formë shumë trash, do thoya. Dakor, se do ta diskutojmë pak më vonë. Tani dalim ke zgjedhjet. Unë nuk i ndryshoj kollaj opinionet dhe qëndrimet e mia, sepse nuk i kam rastësore, situative, i kam të pjekura, mendoj. Edhe gjykuara mirë, mundohem ta largoj edhe pjesën e emocionit negativ apo pozitiv. Madje ndonjëherë emocionet pozitive janë më të vështira për tu menaxhuar, ndërsa emocionet negative në gjykimin tim janë më të lehta për tu menaxhuar. Dhe në rastin konkret, ai ishte një proces i mirë. E mira brenda politikës ndryshon nga e mira jashtë politikës. Dhe kanë ato diferencat e tyre. E prisit. Kur hyn në garë, janë të dyja opsionet. Dhe normal, gjithsecili bën atë përpjekjen e vet brenda atyre normave të përcaktuara, të paracaktuara në një parti politike që të realizojë maksimumin e mbështetjes. Çfarë mendoni se bëri diferencën mes jush dhe Belin Këlliçit? Çfarë mendoj unë? Çfarë mendoj se e bëri? Momenti. Ishte vështirë. Momenti i votimit është moment i cili ka shumë element brenda, nuk është shumë i pastër si moment, është shumë subjektiv, nuk është shumë objektiv. Ka ndikuar, ndoshta... Mendoni se loboi më shumë se Këlliçi? Jo. Të dy kishim të njëjtën mundësi, nuk e mendoj këtë. Gjithsesi, domethënë, këto janë gjëra që thashë kanë relativitetin e vet. Nuk është se do hymë dhe do gjejmë detaje, domethënë do kërkojmë detaje. Zoti Berisha ka thënë pas rezultatit që ky është ekipi më i mirë në historinë, janë zgjedhjet më të mira në historinë e Partisë Demokratike dhe ky ishte ekipi më i mirë. Është drejta zotit Berisha t'japi përcaktim. Po është drejta. Zoti Berisha ka një qasje shumë të gjatë se qasja ime. Është ekipi më i mirë që do mund të kthej Partinë Demokratike në pushtet? Po ai është ekipi i kryetarit partisë në këtë rast dhe është drejta kryetarit partisë. Partia është juaja. Është drejta është e gjithëve partia. Por për ekipin është drejta e tij sa ai e përcakton, e paracakton ekipin. Dhe ju si mendoni atë? Për te shumë elementeve të tjerë, po është drejta e tij ta mendoj që ky është ekipi më i mirë. Sa i bën një, domethënë, ballafaqim të ekipeve në vazhdimsi, po ekipet varen edhe nga momentumi politik. Nuk është i njëjtë ky momentum me atë para 4 vitesh,
kur ne ishim para një situate shumë tepër të vështirë dhe ku ishte në lojë ekzistenca e Partisë Demokratike. Flas për momentin që unë jam zgjedhur në kryetar i Partisë Demokratike. Nuk kishim madje as logon, sepse çështja ishte në gjykat dhe e solla këtë thjesht për memorje publike, sepse zakonisht ne si shoqëri vuajmë nga amnezia, por dhe partitë politike në Shqipëri vuajnë nga amnezia, domethënë, dhe duhet konsiderojnë dhe atë që ka kaluar dhe nuk mund të krahasohen situatat e njëjta. Pra, ishte krejt situatë ndryshe atëherë dhe s'mund thuash që dhe ai ekip si ishte i mirë dhe kemi një situatë krejt ndryshe tani. Për atë çka vjen, është e drejta e kryetarit partisë që ti jap cilësime të tilla, sepse në fund fare dhe qëllimi për cilën ai e ka bërë, ka stimuluar një ekip tillë është që të realizojë objektivin dhe në konceptin që paranisës të tij, pra duke që kur futi njerëzit ngare, se mos themi që Berisha e tha vetëm kur doli rezultati, e tha dhe para se dilte rezultati, gara tha ishte më e mira, përfaqësuesi që hyn garë janë më të mirët. Dhe normal nga përfaqësuesi janë shumë të mirë dhe garë shumë e mirë, nuk mund dali rezultat në logjik i keq. Dhe është ruajtur kjo vazhdimsi. Prandaj ripërtëriti ishte motoja këtyre zgjedhjeve, zoti Boçi. Dhe kjo në fakt u vure edhe tek përbërja e Këshillit Kombëtar, edhe tek përbërja e Kryesisë, tani tek forumet drejtuese. Por si do të përkthehet në praktik kjo ripërtëritje? Si do kthehet në praktik? Spari është ballafaqimi me publikun. Praktika më generale ose prova generale është ajo distanca e besueshmërisë që vazhdimisht ka qenë pjesë e bisedave tona dhe shqetësimeve tona si Parti Demokratike, sepse është ndërtuar një lloj atmosfere dhe në shoqëri, por edhe në politikë që partitë duhet rinovohen, duhet të kenë përfaqësues të ri, përfaqësues që vijnë nga një formim akademik, profesional shumë i mirë edhe për te Shqipërisë. Shqipëria për fatin e mirë i ka këto resurse dhe këto duhet bën pjesë e politikës, sepse politika duam s'duam ne është vendimarrëse për fatet e një vendi. Dhe unë besoj që ardhja e këtyre burimeve njerëzore të reja krijon këtë besueshmëri, zvoglon distancën e besimit ndërmjet Partisë Demokratike dhe publikut. Tashi publiku mund ta shohë me një sy tjetër Partinë Demokratike si parti të re, sepse ka pas akuza edhe stimuluara, spinuar, fakt që nuk përputeshin me të vërtetën. Vazhdimisht pse nuk po rrihen duhet ta themi. Po pse nuk vinë, pse nuk hapet partia, pse edhe në momentin që hapet pastaj ndryshon ligjërimi, ai që spinohet u hap shumë, për shembull, se jo. Se tashi domethënë ne po duam ta godasim dikë apo diçka e gjejmë. Motivin është si ato fjalët e urta që ekzistojnë për dyja qëndrimet. Gjithmonë ka dy fjalë të urta për dyja qëndrimet. Edhe në këtë rast po si ka mundësi zoti Boçi që vetëm posti i sekretarit të përgjithshëm nuk ndryshon? Po ishte me garë. Se tashi të themi që s'ndryshoj, do të thotë që ishte me emrim. Ishte me garë, po dhe zoti Korreshi ditën e fundit shpalli kandidimin, ose ju tha që do kandidosh. Sepse kjo praktikë është ndjekur për gjitha sekretariatet, edhe në këtë rast u ndoq e njëjta praktikë. Sepse në qoftë se për shembull, jo, në qoftë se për shembull, jo, unë isha personi që do mbroja pozicionin. Por edhe kjo varesh nga, themi, vullneti i kryetarit partisë për të na kandiduar. Dhe posti, domethënë detyra, se e ngatroj me postin, posti është ekzekutiv. Edhe detyra në këtë rast e sekretarit përgjithshëm varesh nga vullneti i kryetarit partisë. Mund edhe mos ishte ngarë zoti Noga. Sepse është vullneti i tij, pra të dyja nisur nga një start kohor i barabartë, tjetri duke pas avantazhin e pasjes në dispozicion të një kohe 4 vjeçare të kontakteve, të elementeve tjerë në atë pozicion që ishte dhe që është aktualisht. Por po them këtë edhe sikur unë, domethënë, kisha fituar garën, ju do mboshit këtë pyetje që si ka mundësi që nuk ndryshon në kryetari i partisë. Po, do t'ua kisha bërë sepse zoti Noka është një ndër emrat, një ndër figurat, një ndër funksionarët më të lartë Partisë Demokratike që është shenjëstruar më shumë. Numri 2, domethënë nën Z me Z,
Po mirë, është pjesë e mënyrës si ndërton profilin politik. Ne mund të hymë në kaq detaje. Ndryshe ndërtoj unë profilin politik, por ndryshe në raport edhe me detyrat që kam pasë, se profili politik përcaktohet edhe nga detyra, nga kesa që ke marrëdhëniet që ndërton, se ndonjëherë marrëdhëniet të shtynë drejt pakënaqësive, ndonjëherë drejt mirësive. Unë e sigurt do t'ua bëja edhe këtë pyetje. Pra, ka gjë që profilet e punës nuk mund të përcaktojnë ngjashmëritë karakteriale. Flasim për gjëra, domethënë, flasim këtu për gjëra ndryshme. Qose flasim in persona, ne s'kemi asnjë lloj ndryshimi në raport me dëshirat, me investimet tona, me sakrificat tona. Në raport pastaj me detyrën që ke, aty fillojnë edhe ndryshon, merr pakënaqësi, ndoshta të qenurit sekretari përgjithshëm është një vend për specifikën që ka që të ndërfut në disa raporte që mund të jenë edhe raporte që produktojnë pakënaqësi. Si ndërton atë raport? Po, varet pastaj varet edhe nga natyra e njeriut dhe nga themi ai regjistri i komunikimit që ti ndërton, se ka të bëj shumë regjistri i lartë, i ulët, lëvizja, fleksibiliteti, ka shumë elemente, domethënë edhe nuk janë pjesë e gjykimeve këto, se janë momentale, janë edhe paksa të lidhura me profesionin, së të lidhura dhe me shumë element tjerë. Por nëse vazhdojnë, atëherë qëndrojnë aty. Akumulojnë edhe krijojnë një lloj, krijojnë një profil i cili është ky profil, ndërtohet profili dhe ai qëndron aty. Por duhet të shohim edhe pjesën tjetër, se sikurse ka kundërshti, ka dhe mbështetje, sepse janë ballafaqim dhe këto janë ekuilibra. Derisa qëndroj aty, e ka mbështetjen, Këto ekuilibra, domethënë, janë shumë delikate dhe ndryshojnë. Tek ekipi i ri drejtues i Partisë Demokratike, sa veta janë, domethënë, kush ka mbetur nga rithemelimi, zoti Boçi? Nga rithemelimi ka mbetur vetëm zoti Noka. Po edhe zoti Balliu ka qenë herët, domethënë, pjesë, po jo pjesë e rithemelimit politik bazik, sepse ne ishim pjesë e parlamentit. Unë Gen Strazimiri, Edi Paloka, Oert Bylukbashi, Zonja Vokshi është vazhdon, Zonja Vokshi, Bujar Leskaj, dua ta them ka qenë i pari që është ngritur në atë mbledhjen e famshme, ku vetëm 6 veta janë ngritur dhe kanë kundërshtuar vendimin e përjashtimit të zotit Berisha nga grupi parlamentar. Ka qenë dhe Oerti dhe unë, dhe Bujar Leskaj, dhe Tritani dhe Albana, dhe Flamuri. Dhe nga këto, domethënë, Tritani po është në pozicionin e tij. Në pozicion drejtues, po, i bie që ka ngelur vetëm zoti Noka. Në fakt nuk i kisha hyrë kësaj matematike, por çfarë tregon kjo, do thuash ti? Tregon që Partia Demokratike është në evolucion. Dhe thash, ishin situata tjera ato ku ne morëm detyrën në kushte pse jo të vështira, po nuk më pëlqen që them përcaktime që çojnë pozitivitet tek mua. Është mbyllur tashmë. Është mbyllur çdo debat i brendshëm në Partinë Demokratike me këto zgjedhje, zoti Boçi, apo janë krijuar pakënaqësi të cilat ndoshta nuk janë bërë publike, por që duhen adresuar. Jo, nuk është mbyllur debati. Në PD nuk mbyllet debati, nuk është mbyllur asnjëherë. Rezultati këtyre zgjedhjeve debat se zëshme ishte zonja Kuçana. Po, debatin domethënë e përdorin pak me ngjyrim pejorativ. Nuk janë mbyllur diskutimet. Unë jam i korrekt këtë termat. Debat për ata të cilët nuk e kanë pranuar ose mendojnë që këtu nuk ka patur një garë reale. Jo, që duhet ketë element shtuar të realizmit garës. Element shtuar. Jo që, domethënë, s'ka pasur një garë reale. Ose ka qenë i paracaktuar, fituesi ka qenë i paracaktuar. Ka drejtën e vetë dhe, domethënë, ka logjikën e vetë, shumë shëndosh në këtë rast edhe pjesa kundërshtuese dhe Iliriana, duke respektuar statutin e curit, mënyrën si funksionon Këshilli Kombëtar, dhe ka paraqitur objeksionet e saj duhen konsideruar, duhen marrë në konsiderat. Partia ka institucionet e saj, ku merren në konsiderat, ka gjykatën, ka KOKOE-n, ka të gjitha institucionet e domosdoshme që çdo diskutim, çdo debat, po përmend këtë fjalë me qenë se ma referuat,
Mund të kaloj në disa institucione... Është qetësues në Partinë Demokratike fenomeni mulizmit? Tani, në qofse unë do e kisha hedhur si tezë këte, do kisha të gjithë drejtën ta parashtroja dhe t'jepja përgjigje. Tani, përsaktimi termave të tillë se kemi dëgjuar me izma shumë gjëra, është e drejta atyre që e transmetojnë dhe e diskutojnë. Nuk besoj që duhet jem unë ai që përcaktoj dhe ja vullën gjërave të tilla. Por koha do t'rregoj shumë element, koha, domethënë, ai mendimi, ai diskutimi që është i shëndosh në PD, nuk mund shuhet, po u shujt diskutimi apo debati, atëherë do të thotë që ajo demokracia e brendshme që don. Ndërkohë që unë e konsideroj si shenjë të demokracisë së shëndosh të brendshme të Partisë Demokratike, faktin që mund të lidhen edhe teza të tilla edhe me izëm. Duhet i marrim sikur janë, të përqendrohemi ke termi dhe ti mbushim me negativitet. Nëse flasim parimisht, se duhet ta shkëpusim termi nga parimi. Nga parimi, duhet qëndrojmë ke parimi. Termi të shon ke parimi. Po unë mbajtëm ke termi, po veprojmë gabim, siç mund bëjmë në debatin bashkë që unë ta shmanga. Por tek parimet pastaj është zbatimi statutit, zbatimi pikave. Këtu çdo njeri ka drejt të ngrejë se çfarë emri i vendos pastaj. Dakord mos ka rëndësi fare, edhe për atë që e pson emrin dhe për atë që e vendos emrin. S'duhet përqendrohemi këtu, se unë e di që media që ne spinon emrin, bën këtë, edhe i duket gjë e bukur, tërheq vëmendjen e publikut. Tek e fundit është jo se e bën qëllimisht, e bëri më të thjesht mediave. E bën natyralisht. Po, e bën natyralisht, por është parimi brenda, ajo që mund të ndodhë, që ka ndodhur dhe ka një shqetësim nga ana asaj, në mënyrën se si e parashtron. Edhe ne duhet flasim për mënyrën si parashtron, jo dalim ke termi pastaj se termat edhe marrin ngjyrë personale. Flasim tani për reformën territoriale, zoti Boçi. A fati që kuvendi kishte vendosur komisionit të posaçëm ka përfunduar. Po. Kështu që a ka dështuar, quhet i dështuar ky komision? Për atë se çfarë u ngrit dhe që nuk prodhoi asgjë? Për mendimin tim i dështuar jo vetë, jo në formë inercie. I dështuar me qëllim nga ana e majorancës, sepse çdo komision në historinë e parlamentarizmit, madje unë do thoja në 99% rasteve ka pas shtyrje afati. Nga përvoja ime dhe hetimorët kam pas shtyrje, sepse ti vërtet bën një kalendar në fillim, por shumë gjëra dalin jashtë parashikimit. Ti parashikon, nuk është se ti vendos pika absolute. Nuk je në një rrugë që vendos kilometrat dhe i mat ato kilometra. Është rrugë kohore që ka relativitetin e vetë. Dhe ta dështosh se mbaroj koha, ndërkohë që ke kohë, që mund ta shtysh, do të thotë që ti e dështon me qëllim, për shkak të një qëllimi të fshehur dhe të pisët në këtë rast, që është qëllimi që PS-ja të jetë ajo që bën ndarjen e re territoriale në bazë kalkulimeve të reja politike të numrit votave. Fakt, ajo akuzon juve për zvarritje të procesit? Mund të akuzoj çfarë do lloj, nuk ka problem. Jo, unë po i heq, domethënë, akuzat. Edhe nuk dua të merrem me akuzat, sepse mund të them që një muaj gjys vonuam Korçën dëgjes, zvinte zoti Niko Peleshi, edhe në fund fare s'erdhi fare. Një muaj gjys tjetër Tiranën, sepse nuk vjen as zonja Ristani, nuk del dot as Velia sipas kërkesës që kërkoj zoti Mazdiku. Ata mund thonë që ju s'erdhët në fillim e tjerë. Domethënë dhe pra zvarritje ka nga të dyja? Jo zvarritje, jo, është ai relativiteti i kohës. Dalim pengesa, më është pengesë. Mund të jetë objektive, s'po i quaj subjektive. Janë pengesa, është natyralisht kjo ndodh. Nuk ka ndodhur se të them tek reforma zgjedhore, po ato qëllimisht e kanë bërë zvarritje në vonesën që e shtyn komisionin. Kështu tash si që ka këtu, domethënë pas kemi bënë qëllimisht. Ne të PD-s që jemi ke territorialja, jemi të qëllimshëm. Ato të PD-s që janë ke zgjedhorja, nuk janë qëllimshëm. Nuk shkon kjo dhe nuk përputhet me logjikën elementare. Dhe unë thash, po i heq këto zvarritjet. Çështja është të mbetemi tek thelbi i çështjes. Produkti, tek produkti. Gjëja që duhet të dalë. Sepse, po, është bërë një punë voluminoze, edhe nga ana e komisionit, ndoshta ajo koha e paralizuar është ngjeshur aq shumë gjatë kohës që kemi punuar sa kemi një punë shumë të madhe, dëgjesa të vazhdueshme, marrje opinionesh, punë e ekspertëve
dhe do vazhdonte komisionin logjikën e tij me dëgjesat tjera, dëgjesat tematike, dëgjesat me kërkesat e komuniteteve. Edhe nëse kjo reformë kishte një origjinalitet në mënyrën se si ajo do realizohesh në raport me reformat e tjera, them 2014-2022 që dështoi, ishte sepse futi elementin e dëgjesës publike. Pra, ku qytetari merr pjesë drejt për drejt me opinionin e tij, jo vetëm nëpërmjet sondazhit, se edhe ai ishte parashikuar, në mënyrën se si duhet dhe mund të ndërtohet një hartë territoriale. Them hartë territoriale sepse shumica opinionit këtu e lidh konkluzionin e një reforme. Reforma ka të bëjë me funksionin e territorit, ku hyn dhe elementet e qeverisjes, elementet e menaxhimit financiar, burimeve njerëzore, të autonomisë vendore dhe shumë të tjera që çojnë në një performim ose shërbim ndaj qytetarit nga pushteti vendor. Dhe kjo dëgjesë nuk mund të eliminohet siç duan ta eliminojnë. Pra të thonë që koha mbaroi dhe ne kemi variantin ton duke kapërcyer gjitha etapat, sepse është një projekt kalendar i propozuar nga zoti Mazniku, i miratuar nga ne që parashikonte që ne të kishim një raport fillimisht të gjetjeve për reformën 2014, të përcaktonin parimet dhe kriteret mbi cilën ndërtohet reforma e 2026-s. Socialistët kanë shkaluan këto. Kanë kapërcyer gjitha afatet, i kanë përcaktuar vetë, pa dëgjesa tematike, pa dëgjesa me komunitetin, pa sondazhim publik. Si mund bësh një reformë pa sondazhim publik? Si mund ta bësh pa dëgjesa tematike? Ata e kanë bërë publike planin e tyre. Edhe një herë, ai plani ishte i gatshëm pa nis reforma. Ata planin e kishin sepse e shprehen mbledhjen e grupit parlamentar. Pra, ti referohemi asaj amnezisë që unë e përmenda, se ne kemi amnezi politike. Po si ata, këto 4 variante i shprehen mbledhjen e grupit parlamentar, pa nisur reforma. 4 variante për uljen e numrit, për shkrirjen e bashkive në mënyrë drastike. U paraqiten dhe pa ato variante janë. Dhe janë pa ato parashtrime që kemi dëgjuar. Atëherë shumë e thjeshtë se të tradhtojnë veprimet. Paktën socialistët e kanë bërë parashtrimin e tyre. Të jap Bruna një element që është krejt banal, një element. Ditën që ishte mbledhja e fundit, zoti Mazniku tunde me, domethënë, krenari shumë të madhe një libër, se ishte formatu libër. Dhe ky ishte konkluzioni i ekspertëve. Po një libër të paktën ndjenin time për tu printuar, për dalë në formatin e një librit do një afat caktuar, 3 ditë. Po e quaj se modernizimi ka arrit deri aty sa mund të realizohet edhe me këtë shpejtësi. Tani do të thotë që e kishin librin gati, se ne i kishim me dosje për shembull. Se është normalitet, domethënë, do diskutohet, pastaj një raport duhet diskutohet, nëse do ta diskutosh. Si mund të arrish në raport final pa raport ndërmjetëm? Si mund të arrish? Se unë se kuptoj domethënë. Dhe si mundet ekspertët, sepse ja 1 minutë. Ka përcyen gjitha këto. Bruna, se duhet për publikun. Grupi ekspertëve propozohet nga 2 akrat, po është një grup ekspertësh. Se janë ekspert, nuk janë politikan. Nuk mund të thuash ky eksperti është PD-ist, ky është socialist. Ekspertët nuk punuan bashkë asnjëherë. E kam kërkuar unë si informacion ke sekretaria e komisionit që më jep datën kur jam mbledh ekspertët kanë diskutuar për shtyllat e reformës, sepse ishin ndarë edhe sipas shtyllave. Dhe nuk ka ndodhur ky fenomen. Atëherë si mund vish ti të paraqisësh vetëm nga një grup ekspertësh, nga gjysma ekspertëve, një produkt final? Po kjo është, domethënë, kufit e absurditetit dhe çmendurisë. Zoti Boçi, i kanë kapërcyer socialistët, nuk e kanë respektuar marrëveshjen. E kanë bërë publike dhe planin e tyre. 40 deri në 50 bashki dhe të krijojnë 4 rajone. Ju pse nuk keni parashtruar diçka konkrete deri më tani? Bruna, atëherë sa dëgjesa keni bërë deri më tani me ekspertët me grupin tuaj? Bruna, më vjen keq domethënë që përdorni TTS, domethënë si media, nuk e kam si ju si individ, sepse ne kemi parashtruar. Dhe jam prononcuar dhe unë, kanë dalë edhe ekspertët tanë, kanë dalë edhe 3 variantet tona, dhe mund t'i ishit referuar, që kërkojnë rritjen e numrit bashkive, në numër sa konkret? 95 deri në 120, sipas varianteve, sipas kritereve dhe parimeve që përcaktohen për ndërtimin e një territori funksional, sepse është numri i popullsisë, është sipërfaqja, është lartësia, është karakteristika e zhvillimit ekonomik, karakteristika të popullsisë, traditës, të historisë tyre, dhe janë element që ndërtojnë një hartë
në fund territorial. 95 deri në 120 bashki. Sepse në zonat malore ne kemi përcaktuar si parim ndërtimit të një njësie bashkiake numrin 1500. Në zonat fushore 5.000 deri në 5.000 si pas variantit europian, se është Europa jo, se ata përmendin Europën. Europa niset nga këto element, sa është distanca ndërmjet qytetarit dhe qendrës. Dhe në bazë të këtyre elementeve, ne kemi paraqitur variantet tona. Dhe logjika është pse nuk e keni bërë libër, se ne kishim dosje, edhe në mbledhje unë i kam paraqitur që këto janë variante, por janë variante në modifikime sipër, sepse do të dëgjosh dhe qytetarin, do të dëgjosh dhe specialistin, edhe shoqatat, se ekspertët e provuan vetën dhe në 2014, e bën ato, po e bën gabim. Ekspertët duhet korrigjohen, vetë korrigjohen. Në rastin konkret, ne i kemi thash dhe i kemi paraqitur, dhe sigurisht pjesë caktuara, pjesë të caktuara, po do bësh logjikën e komisionit, si mund dalim ne të mbi logjikën, edhe ne të biem në këtë absurditet që s'ka rëndësi, dhe më të mos bëhen dëgjesat, e kemi në variantin, pra kemi një qëllim politik. Po qytetari ku është midis dy qëllimeve tona politike, është mes, po do e pyesim të ne. Po ndërkombëtarët ku janë Bruna, se tash dhe më thënë duhet dalim. Jo, pati një mbështetje shumë fort ndërkombëtare dhe financiare. Do bëni të njëjtën lojë dhe ju. Dhe financiare, jo, s'do bëjmë të njëjtën lojë. Sepse kjo është kurth. Nuk do bim në kurthin e tyre, sepse nuk është se... Cila është zgjidhja? Keni një zgjidhje? Ja, dhe një herë të përmend pak elementin ndërkombëtar, sepse 2 javët e fundit, 3 javët e fundit, mos gaboj, prandaj po e jap me alternativë. Unë me zotin Mazdiu kemi bërë takime me përfaqësuesit e BE-s, zotin Rizo dhe me ambasadoren e ambasadës së Zvicrës. Dhe janë 2 donatorët kryesorë që na kanë furnizuar dhe me ekspertizë një herazi, por edhe me financë në mbështetje të funksionimit mirë të punës së komisionit. E gjithë metodologjia, e gjithë menaxhimi i dëgjesave është bërë në sajt të ambasadës zvicerane, projekti zviceran. Dhe në prezencën e tyre zoti Mazniku, pa u konsultuar me mua, pa marrë mendimin tim, pretendoj shtyrjen e punës komisionit se ai nuk ka realizuar fazat. Dhe u pranua nga 2 përfaqësuesit deri në tetor madje, me qëllim që të kapim afatet zgjedhore periudhën 6 mujore deri në zhvillimin e zgjedhjeve lokale. Ja pra. Do të thënë sepse këto janë elemente pa pritur, kjo gjë ndryshoi dhe u nxorr nga mënga asi i librit të konkluzioneve të ekspertëve që ulin në mënyrë drastike numrin e bashkive, ndërkohë që përmendin kërkesën e BE-s, kushtet për ty, që nuk ka kushte fare për pushtetin lokal, se Europa ka shumë modele, por ka vetëm një kusht, që të krijohet një nivel qeverisje që lidh fondet e kohezionit që jep Bashkimi Evropian me bashkitë e Shqipërisë. Dhe ne kemi kërkuar në variantet tona fuqizimin e qarqeve ose krijimin e rajoneve duke hequr qarqe, duke i dhënë kompetenca bazike që mbulojnë punën atyre bashkive që janë vogla ose mesatare dhe që nuk i realizojnë të gjitha funksionet dhe kompetencat. Pak më konkret, zoti Boçi. 20 deri në 50 bashki, thonë socialistët. Arbian Mazniku në një intervistë për gazetarin tonë. Pra, jo më pak se 40, jo më shumë se 50. Ndërsa varianti juaj 95 deri në 120. Janë ku e ku njëra me tjetrën. Jo, nuk janë ku e ku. Jo, në numrin e bashkive kanë fjalë. Jo, ka një ku e ku. Mazniku argumenton se më shumë bashki nuk janë të qëndrueshme financiarisht dhe nuk kanë burime njerëzore. Ky është argumenti i socialistëve që po e di, e kemi atakuar. Bruna, e kemi atakuar dhe mund bëjmë bisedë shumë gjatë për këtë edhe polemizuesin nëse do kishim një përfaqësues tjetër. Për numrin e bashkive ka një ku e ku këtu që duhet të ta them, se në fillim dolën me 25 deri në 36 dhe tani na pas kanë kaluar ku e ku 40 me 50. 40 me 50. Ka më pak në fillim. Bruna, tash po transmetojmë të vërtetën. Jo, dakor, thjesht e kisha për 25 deri në 36, ku e ku me 40 50. Çfarë ndryshoi? A e kuptoni që e kanë si lojë kungulleshke? 25, jo 36. Po pse 36, jo 20. Po pse 20, jo 50. Sepse janë kalkulime politike, më votash politike. Nuk kanë hallin e bashkive të ndaje që nuk funksionojnë nga ana financiare. Ka bashkit vogla nga ana financiare që performojnë, që janë bregdetare. Ka bashki mesatare që janë... Për çfarë kërkojnë, cili është qëllimi i tyre, redukimi i bashkive?
Qëllimi tyre është dominacioni i votave politike për zgjedhjet lokale dhe i kalkulimeve që vinë për votat politike. Pse nuk ndodhi? Pra, ishte një hartë elektorale. Elektorale. Po çfarë ndodh, Bruna? Bruna, çfarë ndodh? Akoma më shumë, sepse kalkulimet janë akoma më thelluara, disa faktorë që ndikojnë tek Bruna, ta vazhdoj, jo nuk morëm. Të themi këtë gjë që disa faktorë që përcaktojnë sot votën politike mund t'i bien Ramës, disa karta. Kush janë? Kartat e krimit. Mund t'i bien në një moment. Dhe ai kompenson një përqindje shumë të madhe në bazën e votave. Nuk janë teorike këto, janë kalkulime reale. Dhe këtë kërkon ta kompensoj me një shtrat kontrolli më të gjerë në territor nëpërmjet pushtetit lokal. Ne gjithë e dim, ju e dini, ne e dim se gjithë jetojmë territore, nëse nuk jetojmë vetë territore më të vogla, kemi njerëzit tanë ku bashkia një vit përpara hidhet në fushat elektorale, nuk i shërben me qytetarëve në kuptimin e nevojave tyre, i shërben vetëm interesit votës. Ka nevojë filani, sa veta kanë familje, 10 veta, jepi ndihmë ekonomike. Është bashkia pra që e bën. Çfarë ka nevojë leje ndërtimi për gardin, jepi 5 leje ndërtimi. Çfarë ka nevojë për këtë rrugën këtu, se këtu janë 100 veta që s'ta japin votën, apo janë njerëz jepja. Këto s'ta japin votën, lëre rrugën pa bët. Jap dhe shembull trukëve. Se e kenë Dragot, e kenë Elbasan, se është gjithë fshati i përsekutuar dhe sot e kësaj dite se ka rrugën se nuk e votën për PS-n. Është skandal, është shmenduri. Po të hysh në realitet ti e kupton se a madhe, po të hysh pastaj në terma autonomia financiare, s'kan autonomi, s'kan burime njerëzore, po pse është dyfishuar numri atyre që punojnë? S'kan burime njerëzore, po një arkitekt mund punoj me kod pjeshme, mund punoj në 3 bashki me kod pjeshme, se nuk është arkitekti që punon, gjej mekanizmat financiar, s'kan autonomi financiare, po bëje si Maqedonia, kaloja 6% të VSH-s, pushtetit lokal. Se autonomia financiare ka një lloj truku, domethënë edhe me karakter gazmor, po taksa janë dhe ato, taksa që i paguajmë gjithë ne, në një formë dhe tarifa. Tani, o i merë shteti gjitha, qëndra dhe i ashpërndan lokaliteteve, ose bashkive, ose i merë disa bashkia, disa qëndra. Po ja pra, kjo është raport qeveritar, nuk ka lidhje. Po të ketë vullnet qeveria, nuk shpenzon 1% të produktit përgjithshëm bruto për mbështetjen bashkive. E bën 4%, e kanë kërkuar vetë përfaqësuesit e smajtës. Këta janë alarmuar, sepse në gjitha dëgjesat doli qartazi, njerëzit kërkonin ose rritjet numrit, në disa raste dhe ruajtje të statu quo-s. Kanë qenë njerëzit e tyre, përfaqësues të bashkisë, kryetar bashkisë që janë ngritur. Nuk kanë kërkuar shkrirje të bashkisë? Fare, asnjë. Pothuaj asnjë. Pra, bashkia që është ajo bashkia. Po, vetëm një që u bë dhe virale, që tha Korça, tha të marrë emrin e Maliqit apo Devollit, domethënë. Ke parasysh bashkohet apo jo? Se mos gaboj. Pra, në gjitha rastet e tjera, të ruhet Devolli, Maliqi, të ruhet Skrapari, të ruhet Çorovoda, të ruhet Këlqyra, të ruhen në të gjitha. Ata që ishin vetë kryetar përfaqësues të lartë, pjesa më e madhe kanë kërkuar rindarje, sepse duhet vi shërbimi, duhet të ketë përfaqësim, nuk kanë përfaqësim njerëzit, janë territore zbrasta. Unë kam përmend shembullin e Zavalinës në Elbasan që nuk e di njëri se ekziston, ka njerëz atje janë vetëm pleq, nuk ka dhe rrugë lidhse. Dhe çfarë ka bërë kjo reformë, se kur ishte komunë merrshin disa shërbime, sot nuk marrin asnjë lloj shërbimi. Ja pra bashkia madhe, po ken Tiranë Zallherrin, ka i kontrast shumë të madh jetesës në Zallherr. Jemi në Tiranë, metropolin e Shqipërisë, që mbahet domethënë sikur ka luksi më të madh. Hajde, merre kamerën tikim në Zallherr. Dhe kanë nxjerrë një reportazh o Euronewsi ose A2-shi, ku qartazi qytetarët e thonë hapur që nuk ka asnjë lloj shërbimi, nuk ka rrugë, nuk kemi asgjë, duhet largohemi, janë larguar gjithë njerëzit, sepse nuk ekzistojnë shërbimet. Dhe ne do i zmadhojmë akoma më shumë territorit e këtyre bashkive duke larguar qytetarin dhe duke larguar shërbimet. Çfarë do ndodh tani? Sepse mazhoranca synon ta miratojë reformën në shtator ose në tetor, madje edhe pa konsultim publik, duke sjell ato si nismë parlamentare. Dhe nëse nuk ka konsensus, rrezikon që ju të mbeteni jashtë dhe Partia Socialiste miraton e vetme? Tashi nuk ka konsensus, se konsensusi nuk vjen nga qielli dhe ne nuk e presim. Po, kështu që do bëhet? Prit Bruna, se konsensusi është arsye tim për të arritur një konkludim që i shërben qytetarëve përtej politikës. Kur një forcë politike që është qeverisje, një reformë kaq të rëndësishme, do të thënë jave në varësi të kohës se do impaktojë Shqipërinë për 20 vite, 30 vite, dhe e përdor për interesat e veta, atëherë e përdor si interes politik. Nuk ka interes ajo që të ketë konsensus. Nuk e jep më ka votat. Një forcë ndërgjegjshme që bën një reformë tillë për te qëllimit politik që është jetë shkurtër kohor,
pavarësisht se ka zgjatur shumë kjo qeverisje, se ndrohen qeverit, duhet patjetër që të reflektoj interesin qytetar. Kur e përdor për qëllimin afërt politik, nëse nuk e bën zoti Boçi, atëherë ju çfarë do bëni? Çfarë do bëjnë ne komunikimin me publikun? Duhet një parti politike në radh parë fiton atë besimin, se për besimin folëm fillim që ndrumte ekipin, edhe besimi është dhe nëpërmjet komunikimit, thënies vërtetave, mbrojtjes së interesit qytetar, dhe ne këtë po bëjmë, po mbrojmë interesin qytetar. Dhe qartazi publiku duhet ta lexojë kush e mbron interesin e tyre dhe kush nuk e mbron dhe e përdor për interesa të ngushta politike dhe qëllime arriviste. Sepse në fund fare, kur këto se arrin ke qëllimin politik, me qëllimin e komunikimit politik, thënies vërtetave, kjo është e vërteta. A duam ne që qytetarit marrë shërbim? Po, duam. Duam, kemi qëllim politik që të ndërtojmë sa më shumë se e kemi sfidë politike, jo fare. Nëse qytetari e kërkon, atëherë të bëhet. Nëse nuk e kërkon, ose e fundit, sfida që është jemi këtu televizion dershtator, hajde të bëjmë referendum për gjitha njësi. Si ta vendosi qytetari? PD-ja nuk po kërkon gjë, dali dhe PS-ja nga loja dhe si e vendos ai territori, ta bëjnë me territore, i ka Shqipëria mundësit për ta bërë referendumin, duan të qëndrojnë bashkë, për ta vendos më qytetari, mekanizmat ligjor, pastaj i mbush qeveria, parlamenti, financiari ka qeveria, se lekët tona janë, ne i nxjerrim nga xhepi pavarësisht si vinë. Mirë. Se koha ka kaluar, ju falenderoj shumë zoti Boçi, ishte kënaqësi. Një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.